Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka rënë prej një thirrjeje me video nga dy humoristë rusë pak pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Dy humoristët rusë, Vladimir Kuzmetsov dhe Aleksej Stoilarov, të njohur si Vovan dhe Lexus, publikuan në platformën Rumble një video të bisedës me kryeministrin Albin Kurti, duke pretenduar se po flisnin në emër të presidentit të Letonisë Edgar Rinkevics. Në një komunikat në X, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, përparim Kryeziu, tha se ky incident ndodhi më 11 shkurt, 2 ditë pas zgjedhjeve në Kosovë. Ai arsyetoi rënien e kryeministrit prej mashtrimit, duke thënë se gjatë asaj kohe, Kurti po merrte telefonata të shumta urimi, pasi partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, doli e parë në zgjedhje me rreth 42% të votave. Për shkak të kohës së kufizuar, nuk ka qenë gjithmonë e mundur të kryeshin verifikime të thella të çdo thirrjeje, tha Kryeziu. Dyshe i ka vënë në siklet edhe më herë disa politikanë evropian, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin polak Andrzej Duda, ish kryeministrin britanik Boris Johnson, ish kryeministrat e Malit të Zi Dushko Markovic dhe Milo Djukanovic, ish kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, si dhe figura të njohura si Elton John dhe princi Harry, përmes thirrjeve të ngjashme. Në video, Kurti i pranon urimet e dy humoristëve rusë që shtiren se po flasin në emër të presidentit Rinkevics dhe flet me ta për një sërçështjesh, përfshirë zgjedhjet, dialogun me Serbinë, të dërguarin e Trumpit për misione të veçanta, Richard Grenell, luftën hibride e çështje të tjera.